Puksian, kam nderin të prezantoj ekipin fitues, kandidatët e Partisë Demokratike për Kancër. Zotin Flamur Hoxha. Unë jam krenar, që jam Puksian, jam Lumian, jam pjesë e juaj, pjesë e familjes tuaj, kam qenë gjithmonë krenar që në Kukës, Durrës, Tiranë, Itali, kudo. Unë jam pjesë e lëvizjes së Partisë Demokratike, u bashkuam dhe më shumë se kur 92% që pjesë e fitores së lirisë, fitores të demokracisë, të parazisë, të lëvizjes së lirë. Kjo është Partia Demokratike, partia jonë, sot dhe gjithmonë. Ne do të fitojmë listë festeshore siç fituam në 92%. Sepse është Republika e njerëzve të thjeshtë, e familjarëve të ndershëm, e familjeve të nevojë, e rrogëve të larta, e sipërmarrjes të lirë të barabartë me tak statuta, ekonomisë të fortë, e arsimimit dhe kujdesit familjar shëndetësor. Partia Demokratike në 4 vjeçarin e parë do të çojë pagën minimale në 320 lekë vjetra. Gjithashtu edhe pensionet për moshën e tretë, për njerëz që kemi familje, që urojmë që të keni jetë të gjatë, që sa më shumë të shkojmë me kënaqësi në shtëpi. Kanë shkuar shumë familje dhe me thënë drejtën janë ndier pak keq, sepse duket sikur shkojmë një lyp diçka. Se kështu mendon, dikush thotë pse ka ardhur lyp votën. Duke menduar jetën time komod me familje, me 3 fëmijë, me biznes të ndershëm, njerëz që kur nuk kam një fjalë keqe, nuk kam i hasë, nuk kam asnjë njerëz që më thotë diçka për mua. Thosha pse unë po shkoj me lyp votën? I thosha jo, nuk ta lyp votën. Nëse ti shef që unë jam njeriu që meritoj votën tënde më jep. Sepse vota juaj halal mu më bën të përgjithshëm. Nuk lyp votë. Unë ofrohem për të shërbyer. Nëse meritoj, më votoni. Ne duhet fitojmë edhe me një votë nga ju. Një votë bën diferencën. Një votë bën qeverisjen e Partisë Demokratike pa parti tjera. Nëse do t'i vesh përgjegjësinë e qeverisje, duhet ta lesh të qeverisë vetme. Dhe jo të justifikohet e ka fajin ky, e ka fajin ai. Të jetë një parti e vetme, siç është Partia Demokratike, të qeverisë vetme, me njerëz si ne, që marrin peshën e përgjegjësisë dhe në fund të mandatit, për çdo premtim mund ta kërkoni llogari. Rof Partia Demokratike, votoni në 6. Rof Jam i privilegjuar që unë jam në listën në ekipin e Tiranës për Partinë Demokratike, por më shumë se kaq jam shumë krenar që kam Flamur Hoxhën mikun tim, një njeri i shkëlqyer, në Puksian model, një njeri i suksesshëm dhe unë kemi rrugë gjatë për bërë së bashku me Flamurin dhe do të jemi gjithmonë krenar dhe për ju që na mbështetni. Përsimin e Shqipërisë në gjithë institucionet e rëndësishme ndërkombëtare që mbajnë vulën e Partisë Demokratike, duke u nisur dhe me liberalizimin e vizave, me antarësimin e Shqipërisë NATO, me ndërtimin e veprave të mëdha siç është rruga e Kombit dhe gjithë rrugët e Shqipërisë, me ndërtimin e qytetit të ri të Kamzës, se ne jemi bashkëpunëtar me Partinë Demokratike që na do të mbështetë sot. Të nderuar miq, Krahina e Lumës është e vetmja kala që asnjë dushman nuk ka rritë ta marrë deri sot. Dhe kjo është me fakte. Jo rastësisht ishte emblema dhe iniciuesja e lidhjes shqiptare Prizrenit për shkëputjen nga Premtëria Osmane. Krahina e Lumës ishte ajo që i tha ndal dushmanit serb çap revolucionit ku bashkë me vëllezërit i bën luftën e madhe e cila ka hyrë në histori. Krahina e Lumës është ajo e cila ka qenë krahina e fundit që ka rënë, që është okupuar nga komunistët. Me themelimin e Republikës së Re nuk do të marrë asnjë kokër vote e Tirana, por do të votohet numri 6, Lulzim Basha, Republika e Re. Fitohet zgjidhja. Të mos bëjmë me timonin e prishur të këtyre tipëve që merr kryeministri bashkë me paterizën e tij metër, por të merremi me atë se çfarë ka vujtur çdo demokrat, çdo kanzali dhe t'i kujtojmë ato. Dhe të mos joshemi me shohun e këtyre ditëve. Po të shojë vetëm energjinë elektrike, çdo familje pagonte 5.000 lekë apo 10.000 apo 15.000 në 8 vitet e kaluara. Sot edhe familjet që janë në nevojë
paguajnë jo më pak se sa 7.000 lekë energjie elektrike, sepse është dikishuar do tregishuar energjie, nuk ka më fashën mbrojtëse, por paguajnë dhe taksën rama. Ju të të kemi dëgjuar kryeministrin e Ashit, zotin Basha, i cili thotë që të gjitha familjet që do të trajtohen në ndihmë ekonomike dhe do të rikthehen në skenën e ndihmës ekonomike dhe ato 6.000 familje që janë hequr në këto 4 vite, nuk do të paguajnë energji elektrike. Pra, ama mirë paguni 70.000 plus 25.000 minimalja, 95.000 lekë në çdo muaj dhe gjobën rama për 50 vite, apo të votoni numrin 6 Republikën e Re dhe të votoni nga paketa në energji. Ekipit fitues të Lulzim Bashës do një uroj suksese dhe jam i sigurt që këto do shkojnë të nderuar përpara kryetarit partisë Lulzim Basha, që rezultati i tyre do jetë më i miri jo vetëm në Tiranë, po jam i sigurt për gjithë Republikën për këtë pjesë që këto kanë gatitur. Unë i falenderoj juve nga zemra, edhe ju jam edhe këtyre përshëndetje dhe mbështetje këtij ekipi fitues, dhe unë them që mos bëhen në rak fare që fitoren e kanë garantuar, me këtë nuk po them që nuk duhet të punojnë, por të jenë sigurt që fitoria për ta në këtë zonë është e padiskutueshme dhe do jetë fitore me 25 shqiptarë. Antarësia e Partisë Demokratike, strukturat lokale, deri në qendër, kanë vendos që kandidat për deputet, por konkretisht këtu, të jetë zoti Flamur Hoxha, që unë e njoh personalisht dhe ashtë nder për ne kursianët që në listën e deputetëve të jetë zoti Flamur Hoxha. Burr me gjitha të mirat. Prandaj, njeri aq të suksesshëm në biznes, që nuk din se çfarë është abuzimi, që nuk e din çfarë janë fondet publike. Ai ka ndërtuar biznes dhe sot ne kena thënë hajde na pri në politikë, sepse burri ka dy gjana, o të shtet, o të prind. Ky kam shtet 27 vjet, tashine do ta mbështesim me gjithë shpirt Flamur Hoxhën. Mu vjen mirë se janë përzgjedhur 3 figura të shqume, të cilat e kanë origjinën më 1991. Flamur Hoxha, që në vitin 1991 ka mbështetur totalisht Partinë Demokratike, ka mbështetur zhvillimin social. Zoti Ahmet Prenci është i vitit 1991. Edhe ky, zoti Koraplita, është i vitit 1991. Pra ne, sot, votojmë për idhtarët e vitit 1991, për demokratët e vitit 1991. Pra ne, unë kam bindje se ne do të fitojmë.